Tani jemi në lidhje direkte me doktor Qamil Dika. Zoti Qamil, përshëndetje dhe mirë se erdha. Faleminderit për ftesën. Atëherë unë dua të ndalem pak tek pishina, duke qenë se është sezon veror dhe nuk e dim të gjithë se çfarë infeksionesh mund të marrim nga pishinat. Mund të japësh pak më shumë informacion? Po pa diskutim, sezoni i verës është një sezon shumë i dashur për kryesisht fëmijët, po edhe familjet të cilët përfitojnë nga ditët e pushimit, në këto ditë teje të nxehta sidomos dhe përfitojnë nga rasti për të freskuar në rezortet, në hotelet apo qoftë në qytetet e ndryshme duke u shkëputur për pak orë në ambientet të pishinave. Pishinat janë të magjishme për të freskuar dhe për të kaluar çaste me familjarët, por nga ana tjetër janë një risk i madh për shëndetin e të gjithë atyre që e frekuentojnë në momente që konsumatorët e pishinës, po themi, pushuesit, nuk janë të kujdesshëm nëse ata nuk janë të kujdesshëm nëse nuk hynë të bëjnë një dush paraprakisht, apo janë duke kaluar një gastroenterit, një virozë caktuar e kështu me radhë. Dhe ne sigurisht që jemi të gjithë bashkëvuajtës apo ata që shkaktojnë problematikat e kësaj natyre, sepse her pas here nuk e kemi vëmendjen e duhur për të qenë kujdesshëm dhe për të respektuar standardet e higjienizimit të pishinave. Dhe në këtë pikpamje i bëj thirrje edhe vetë atyre që i menaxhojnë këto pishina, administratorëve të subjekteve të ndryshëm, të cilët duhet jenë të kujdesshëm në standardet maksimale në raport me higjienën e pishinave për t'i ofruar pushuesëve të tyre standarde të larta në frekuentimin e tyre. Por edhe vetë qytetarët duhet jenë të kujdesshëm nëse janë duke kaluar një virozë dhe specifikisht një gastroenterit. Pra, nëse kemi të bëjmë me heqje të barkut, të tonën individualisht, apo të familjarëve tanë, ne duhet parandalojmë futjen e tyre në ambientet e pishinave, sepse kjo mund të jetë një risk për të gjithë pushuesit e tjerë, të cilët frekuentojnë ambientet e pishinave. Dhe kjo jo vetëm për të rriturit, apo të rinj, por edhe tek fëmijët e vegjël kryesisht, të cilët nuk janë në gjendje, po themi, që të identifikojnë këto problematika në situacione caktuara dhe duhet të jenë familjarët, kryesisht nënat ato të cilat duhet të informohen paraprakisht dhe patjetër ta zbatojnë ato me fëmijët e tyre. Sigurisht pishinat janë një burim kënaqësie, por nga ana tjetër janë një burim i jashtëzakonshëm i infeksioni. Infeksioni të karakterit jo vetëm infeksioneve siç janë ato gastroenteritet, po pishinat, prej pishinave shumë kush e identifikon edhe me otitin, pra me infeksionet e veshit. Njihet dhe dallohet otiti i notarit, i cili ka karakteristikat të caktuara të dhimbjes së veshit, të cilat vijnë si pasojë e zhytjes edhe me kokë në këto. Duhet parandalojmë patjetër pirjen e ujit, sepse këto janë më në pishina dhe këtu kryesisht fëmijët janë ata të cilët manifestojnë më shumë problematika, duke dhe mos e njohur mirë këtë lloj problematike, ata përgjatë notimit marrin doza të caktuara të ujit, duke shkaktuar kështu problematika të karakterit të gastroenteriteve në vijim të ditëve të pushimit të tyre. Patjetër, infeksionet e lëkurës janë tejet masive për të rinj të cilët frekuentojnë pishinat dhe pishinat të ndotura. Kemi shumë raste infeksioneve urinare dhe kryesisht tek femrat. Femrat do të jenë të kujdesshme në frekuentimin e pishinave, si pasojë rrugëve urinare që ato kanë, kontakti i tyre me ujin e ndotur të pishinave na çon në problematika të infeksioneve urinare. Cistitet janë të manifestuara në shumë zonja apo zonjusha të cilat frekuentojnë pishinat dhe ato duhet jenë të kujdesshme.
një dush gjithmonë në mbas frekuentimit të pishinës është më se i rekomanduar. Ndrimi i rrobave të banjove për zonjat dhe për fëmijët kryesisht, duke mos ndenjur me orë të tëra me ato kostumet e banjës të lagura, duke shkaktuar kështu edhe myqe, janë masa mbrojtëse të cilat parandalojnë zhvillimin e mëtejshëm të infeksioneve pranë mesh. Pse fëmijët janë më të rrezikuar nga infeksionet në pishina? Nuk janë vetëm fëmijët, janë fëmijët sigurisht që janë kategori shumë e ndjeshme, edhe për vetë elementet, siç e tham, së pari ata nuk janë në TNI të shumë problematikave dhe masave mbrojtëse që ata duhet kenë, por nga fiziku i tyre i pa konsoliduar dhe ata shpeshherë e konsiderojnë një lojë dhe nuk dinë të ndajnë nëse ky ujë i pishinës nuk duhet konsumuar, është një ujë i ndotur dhe konsumi i ujit i cili mbart baktere të shumta është shkaku kryesor i problematikave të fëmijëve. Po patjetër fëmijët qëndrojnë me orë të zgjaturave pranë ambienteve të pishinave dhe kjo është një ndër element të shkaktimit të virozave të tyre apo të infeksioneve edhe në lëkurë dhe zhytjet e tyre të panumërta në pishina të caktuara janë shkaktar edhe të problematikave të veshit të tyre. Por edhe të moshuarit janë gjithashtu, sigurisht nuk janë frekuentues të shpeshtë të pishinave, por njëkohësisht dhe ata janë të rriskuar, por edhe zonjushat janë shumë të rriskuar, kryesisht në drejtim të infeksioneve urinare dhe grupi tjetër i të rriskuarve është të gjithë ata që kanë kompromentim të imunitetit, pra imunitet të ulët. Ata mund zhvillojnë më lehtë infeksionet dhe kjo problematik pastaj manifestohet në konsolidim të patologjive të ndryshme të cilat i përmendëm pak më lart. Po gratë shtatzane? Po edhe zonja shtatzana, sidomos në rastet kur ato nuk janë në DNI, duhet të jenë shumë të kujdesshme, madje mirë është ta shmangin frekuentimin e pishinave, sepse një infeksion i rrugëve urinare ndërlikon gjithmonë shtatzanin dhe bëhen subjekt deri në marrje të antibiotikut si pasojë e infeksioneve të rrugëve urinare dhe në këtë pikpamje ato është mirë që ta përjashtojnë frekuentimin e pishinave, sidomos kur nuk janë të sigurta për pastërtinë e tyre, për higjienizimin e tyre, për standardet e larta që duhet të ketë pishina, deri në kohën kur ato lindin. Madje edhe fëmijët e vegjël fare, mirë është që mos t'i qasim në ambientet e pishinave, sidomos në oraret e pikut të diellit. Nëse një grua shtatzane ndodh që të infektohet nga pishinat, çfarë duhet të përdori? Jo vetëm zonja shtatzane, por të gjithë ata të cilët identifikojnë problematika, qoftë të karakterit të gastroenteriteve, qoftë të otitit, pra infeksionit të veshit, qoftë infeksioneve në lëkurë, apo çdo kategori tjetër, sidomos patjetër infeksionet urinare, së paku duhet kenë kontakt me shërbimin mjekësor të mjekut të tyre të besuar, të familjes, por mirë do ishte më tej akoma edhe një mjek specialist. Mirë do ishte që qytetarët, edhe për infeksionet e thjeshta të konstatuara nga ana e tyre, të kenë kontakt të menjëhershëm me shërbimin mjekësor dhe mos të vetë mjekohen apo të mjekohen sipas eksperiencave të një familjarit të tyre, të një të njohurit të tyre, apo të një eksperience të farmacistit të tyre kështu me radhë, por të shkojnë pranë shërbimit mjekësor për t'u adresuar saktësisht problematika e tyre shëndetësore, se herë kemi një mbivendosje, një gastroenterit që nuk mund të ndahet nëse është një helmim, një ftokje e një element i tillë dhe mbivendosja bakteriale pastaj thjesht e komplikon statusin shëndetësor të njerit dhe në këtë pikpamje këshilla ime është adresimi pranë profesionistëve, mjekëve dhe pranë mjekëve të tyre të besuar që në fazat e para të identifikimit të infeksioneve nga ana e qytetarëve apo familjarëve të tyre. Cili është mesazhi juaj kryesor për qytetarët këtë verë?
Mesazhi im është që të gjithë ata që nuk i kanë kryer akoma pushimet e tyre, mos të harrojnë të marrin një çantë të vogël me medikamente të cilët janë shumë të rëndësishme, qoftë në rezorte të shtrenjta ku ata shkojnë, qoftë në hotele në të cilat do të kalojnë pushimet e tyre, po qoftë edhe në ato pak orë në një pushim afër qytetit e tyre apo në qytetin e tyre për veten e tyre dhe për familjarët e tyre. Është shumë e rëndësishme që të kuptojmë që hidrimi, pra marrja e lëngjeve, konsumi i frutave në mënyrë të vazhdueshme, mos ekspozimi sidomos i fëmijëve, i grave shtatzana dhe i të moshuarve në oraret e pikut, sidomos në këtë sezon kaq të nxehtë që ne po kalojmë këto ditë, janë disa elemente të cilat parandalojnë ndërlikime të rëndësishme të statusit shëndetësor. Është shumë e rëndësishme që duhet kuptojnë që të marrin medikamente të smurët kronik në sasinë e duhur me vete dhe patjetër konsumi i alkoolit, i shtuar i alkoolit, mund të jetë një risk për problematika shëndetësore. Ndaj, kënaqësia e pushimeve është një çlodhje, por ne nuk duhet të jemi kontribues përmes sjelljeve jo të shëndetshme për të riskuar shëndetin ton dhe të familjarëve ton. Ndaj, të jemi të kujdesshëm, të jemi të vetëpërmbajtur dhe të jemi të garantuar për shëndetin ton duke pasur aksesin në shërbimin shëndetësor përmes produkteve mjekësore të domosdoshme, siç është fermentet laktike, siç është një antidiarreik, siç është një situacion i cili parandalon komplikimet e stomakut, një mbrojtje e stomakut, të gjitha këto, një kremi i diellit është i panegociueshëm që duhet përdorur gjatë orarit të pikut dhe jo vetëm, mbrojtja e fëmijëve, veshja e tyre edhe mbrojtëse parandalojnë komplikime serioze të statusit shëndetësor të qytetarit dhe të familjarëve. Doktor, të falenderoj shumë për këshillat e vlefshme dhe informacionet që na dha. Ishte kënaqësi. Edhe unë ju falenderoj për ftesën edhe për ndarjen e këtyre informacioneve që shpresoj për gjithë ata dhe besoj që janë të shumë qytetarët që pushimet i lënë për në fundin e korrikut dhe për gjatë muajit gusht dhe zhvillimi i turizmit në këto ritme të qëndrueshme kërkon edhe respektimin e higjienizimit, kërkon edhe respektimin maksimal të shëndetit tonë. Faleminderit. Faleminderit dhe Ky pra ishte fundi i programit për sot. Bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni ta ndiqni. Mirupafshim.